zoti Kasolli, nëse më lejoni, në vimësi të kësaj, sepse është patjetër ndoshta hera-herës edhe pak e vështirë për publikun për të perceptuar konkretisht në terma, po themi, më të prekshëm. Kështu që faleminderit që e solle në vëmendje dhe do më lejosh të pyes. Po marrim rastin që Kosova shkon në zgjedhje brenda 45 ditëve. Çfarë ndodh më pas? Pra, marrim dhe shqyrtojmë, po themi, një pjesë ose një projekcion mbi atë se çfarë prisim në vim. Pra, njëri nga shanset është ky. Nëse shkohet në zgjedhje, çfarë ndodh më pas? Po, realisht nuk pres që mund të ketë ndryshime të mëdha apo përmbysje të madhe të rezultateve elektorale të këtyre të fundit. Realisht skena politike në Kosovë është ndarë në njërin anë ndërmjet lëvizjes dhe vendosit që gëzon një supremaci kaq serioze politike ndërmjet subjekteve tjera parlamentare dhe në anën tjetër subjektet të tjera opozitare janë të fragmentarizuara ndërmjet veti dhe nuk mund ta ndërtojnë një blok unik, të cilat megjithatë do ta sfidonin tej mase pozicionin dhe supremacinë hegemonike të Albin Kurtit. Pak a shumë ky mund të jetë rezultati zgjedhor, mirë po këto është edhe një lojë nervash që po zhvillohet me këto zgjedhje të jashtëzakonshme. Shpresa e të gjitha subjekteve politike mund të jetë, po e zëm e lëvizjes vendosit që ti dobësoj edhe më tepër subjektet opozitare aktuale parlamentare në mënyrë që ato të mos kenë alternativë tjetër post të gjynizohen në një farë mënyrë pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare dhe të marrin atë që ofron Albin Kurti në tavolinë, por të njëjtën kohë edhe këto kalkulojnë dhe kanë shpresa se mund të reduktohet pesha elektorale e lëvizjes vendosit dhe në këtë mënyrë do të arrisin peshën e tyre politike në negociatat e ardhshme për ndarje të pushtetit në tri institucionet kryesore, kuvend, qeveri dhe presidencë. Sepse si Lira Demokratike e Kosovës, ashtu edhe Partia Demokratike e Kosovës, nuk e kanë prerë në mënyrë kategorike që nuk do të negociojnë me lëvizje me vendosje në të ardhmen, mirë po kanë thënë që vetëm këtë fazë mbyllin këtë proces, por duke i lënë të hapura bisedat pas zgjedhjeve të reja eventuale parlamentare. Pra, është kalkulimi të gjitha subjekteve politike se cila po shpreson që ta dobësoj tjetrin në mënyrë që ta arris në negociatat e ardhshme politike kartën e saj politike në ndarje të pushtetit. Megjithatë, rrezikojmë në ndonjë mënyrë, zoti Kasolli, që e njëjta situatë me cilën po përballet Kosova aktualisht të përsëritet? Por absolutisht rreziku është shumë i madh se ne do të futemi në një cikël të ri të bllokadës politike, shto faktin që presidentja e vendit ushtruesja e detyrës, presidentes ka mandat vetëm 6 muaj dhe në planin kushtetues askush nuk e din se çka do të ndodhë nëse kuvendi nuk arrin ta zgjedhë një president të ri. Çfarë parashikon kushtetuta? Çfarë ndodh në këto raste? Është e heshtër kushtetuta në këtë pikë.